Ideja ishte dhe qëllimi që të përcjellnim absolutisht në mënyrë të konsoliduar vlerat e folklorit ton shqiptar, por në veçanti në këtë rast Kurbinas, që është aq i pasur vetëm sepse duhet dëshira dhe këmbgulja e artistëve e mjeshtrave në veçanti që ta levrojnë dhe të thëdhojnë dhe mos të ndalen për të përçuar vlera të tilla të rralla autentike. Për publikun Legjon sot përcollëm këngë lirike, këngë patriotike, këngë më të ndryshmet për t'i dhënë një hënë kësaj salle sonde të bukur që me vërtet që më ka bërë madhështore. Kemi patur një sukses tepër të madh këtë vit, po të thuash, prej me herën e parë që paraqitim në Top Channel me ansamblin ton, edhe pastaj menduam që të paraqisim disa koncerte për rrethet tona që na kanë mirëpritur gjithmonë, që prej në Laç, në Rrëshen dhe këtu në Lezhë. Ne paraqitëm folklorin e Kurbinit, as më pas as më shumë, po vlerat e Kurbinit. Kurbini në fakt ka shumë vlera, po kishte ca kohë që ishin fjedhur ato vlera. Gati gjysma e orkestrinës janë të ri, janë nga 16-17 vjeç. Plus edhe këngëtarët të reja po vijnë dita ditës në gurën e Kurbinit.